Në Grande Fratello Italia, atmosfera bëhet edhe më energjike kur gjatë një loje dhe sfide argëtuese, Dolce dhe italiani përfshihen në një moment plot humor dhe dinamizëm. Gjatë sfidës, pjesëmarrësit duhet të imitonte vallëzimet e njëri tjetrit dhe të krijonin skena qesharake për të argëtuar publikun. Në këtë kuadër, italiani humbet sfidën dhe si dënim i duhet të heqë bluzën, një gest tipik i lojrave televizive për t'i dhënë skenës më shumë komedi. Dolce, duke qeshur dhe me atmosferë krejt shaka, afrohet për t'i bërë sfidën edhe më zbavitëse. Ajo fillon të kërcej rreth tij me një stil të egzageruar, duke imituar kërcimin e tij dhe duke e bërë situatën edhe më qesharake. Edhe italiani futet në lojë menjëherë, duke kërcyer së bashku me të dhe duke e kthyer gjithë momentin në një skenë tejet argëtuese për publikun dhe banorët e tjerë, të gjithë qeshin, duart rokasin dhe duken të entuziazmuar. Dolce, e lirshme dhe plot energji, duket sikur po e shijon çdo sekondë të eksperiencës në Itali. Ajo po kalon shumë bukur, është argëtuese, është në qendër të skenës dhe nuk i mungon as pak humori. Edhe banorët e tjerë komentojnë se ajo po adaptohet shpejt dhe po e ndez atmosferën brenda shtëpisë me pozitivitet dhe lojra plot ritëm. Në Grande Fratello nis një situatë e tensionuar kur vajza italiane, e cila kishte shprehur pëlqimin e saj për një nga djemtë e shtëpisë, përballet me Dolcen. Ajo fillon të bëhet dukshëm xheloze, sidomos pasi vëren se djali i kushton gjithnjë e më shumë vëmendje Dolces. Kjo e bën vajzën italiane të ndihet e pasigurt, e cila ndjen sikur pozita e saj është lëkundur dhe se dikush tjetër po i merr vendin. Përplasja nis fillimisht me tone të ulta, por shpejt situata del jashtë kontrollit. Vajza italiane i drejtohet Dolces me pyetje të drejtpërdrejta, duke e akuzuar se po futet aty ku nuk duhet dhe se po krijon konfuzion në marrëdhënien që ajo po përpiqej të ndërtonte me djalin. Dolce nga ana e saj përpiqet të qëndrojë e qetë në fillim, por kur e sheh që vajza italiane po e tepron me xhelozi dhe akuza, ajo fillon të mbrohet me fjalë të forta. Banorët e tjerë të shtëpisë i dëgjojnë zërat që ngrihen dhe afrohen për të kuptuar ç'po ndodh. Debati përshkallëzohet menjëherë, duke u kthyer në një nga skenat më të zhurmshme dhe më të tensionuara të asaj dite. Vajza italiane thotë se nuk ndihet as pak mirë me sjelljen e Dolces dhe e akuzon se po krijon drama të panevojshme, ndërsa Dolce kundërshton duke thënë se ajo nuk i ka bërë asgjë të keqe askujt dhe se çdo kush është i lirë të flasë me këtë dëshirojë. Situata bëhet kaq e nxehtë saqë produksioni detyrohet t'i thërrasë banorët për qetësi. Ndërsa të tjerët brenda shtëpisë mundohen t'i ndajnë dhe t'i qetësojnë për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm. Tensioni mbetet i lartë dhe është e qartë se ky debat vetëm sa ka ndezur më shumë rivalitetin midis tyre. Dolce, gjatë qëndrimit të saj në Grande Fratello, merr pjesë në një drekë të veçantë me italianin me të cilin ka krijuar një afërsi të dukshme që në ditët e para. Atmosfera e drekës është e qetë, me dekor romantik, muzikë të lehtë dhe biseda të buta që tregojnë se mes tyre po krijohet një lidhje e re dhe mjaft interesante, ndërsa ata bisedojnë dhe qeshin. Duket qartë se Dolce po i shijon ditët në Itali shumë më tepër se sa kishte menduar fillimisht. Ajo është më e qetë, më e lumtur dhe ndihet sikur energjia e shtëpisë së Grande Fratellos po i hap horizonte të reja. Italiani tregohet i sjellshëm, i vëmendshëm dhe i afërt me të, gjë që e bën Dolcen të ndihet mirë dhe e vlerësuar. Me kalimin e ditëve, është bërë gjithnjë e më e dukshme se Dolce nuk po përjeton thjesht një eksperiencë televizive, ajo po krijon raporte të reja emocionale. Nga mënyra si e shikon italianin gjatë bisedave deri te buzëqeshjet dhe batutat e tyre të përbashkëta, duket sikur ajo po fillon ta pëlqejë gjithnjë e më shumë. Banorët e tjerë e kanë vënë re këtë afrimitet dhe kanë nisur të komentojnë se Dolce mund të ketë gjetur diçka që e tërheq vërtet. Ndërkohë publiku, brenda dhe jashtë Italisë, po ndjek me shumë interes çdo moment, duke u përpjekur të kuptojë nëse kjo lidhje e re mund të kthehet në diçka më serioze. Ajo që është e sigurt është se tani Dolce nuk është më e përfshirë vetëm në lojë, duket se zemra e saj po i përgjigjet dikujt tjetër. Dhe kjo e bën aventurën e saj në Grande Fratello edhe më intriguese.